Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në dashuri sot do të ndjeni më të hapur ndaj partnerit, duke sjellë një ndjesi të re afërsie dhe mirëkuptimi. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të jetë çelësi i suksesit, ndaj mos keni frikë të ndani idetë tuaja. Shëndeti mbetet stabil, por evitoni stresin e tepërt në orët e vona. Financat kërkojnë vëmendje, pasi një shpenzim i papritur mund t'ju detyrojë të riorganizoni buxhetin. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot raportet romantike janë të qeta, por kërkojnë më shumë dedikim nga ju. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë sqarime të nevojshme. Në ambientin e punës do të keni mundësi të shfaqni aftësitë tuaja, ndaj shfrytëzoni çdo rast për të dalë në pa. Shëndeti kërkon kujdes ndaj lodhjes fizike, prandaj mos e tejkaloni veten. Financiarisht është ditë e mirë për të planifikuar investime afatgjata. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Dita sot sjell pasion dhe energji të re në marrëdhëniet personale, një surprizë nga partneri mund t'ju lumturojë. Në punë, jeni të vendosur të arrini objektivat dhe shefat do ta vlerësojnë përkushtimin tuaj. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik. Pagesat shtesë mund të vinë, por keni kujdes me shpenzimet e vogla të panevojshme. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Sot do të ndjeni nevojën për më shumë komunikim në çift, dhe një gest i vogël do të japë rezultate të mëdha. Në punë mund të përballeni me sfida që kërkojnë zgjidhje të shpejta, por do t'ia dilni me logjikë dhe qetësi. Kujdesuni për shëndetin mendor, pasi tensioni mund të ndikojë në disponimin tuaj. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni huamarrjen. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri mund të lindin keqkuptime të vogla që kërkojnë durim dhe tolerancë, mos u nxitoni të gjykoni. Në vendin e punës, një koleg do t'ju propozojë një projekt të ri që mund të sjellë përfitime të ardhshme. Shëndeti do të jetë i mirë nëse ruani ekuilibrin ushqimor. Në aspektin financiar, është koha të kurseni për plane të mëdha. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Marrëdhëniet personale janë të ngrohta sot dhe mund të arrini një marrëveshje të rëndësishme me partnerin ose familjen. Në punë, një ndryshim i papritur rrugë mund të sjellë mundësi të reja për zhvillim. Shëndeti kërkon më shumë pushim, prandaj mos e neglizhoni gjumin. Në financa, një pagesë e vonuar do të zgjidhet së shpejti. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Dashuria do të jetë në plan të parë sot, me momente të bukura dhe ndjeshmëri të thellë me partnerin. Beqarët mund të njohin dikë interesant. Në punë do të përballeni me një detyrë të rëndësishme që kërkon përqendrim maksimal. Shëndeti është i mirë, por evitoni ushqimet e rënda në mbrëmje. Financat janë në rritje, por nuk duhet të bëni investime të nxituara. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në raportet personale sot do të ndjeni të mbështetur dhe të kuptuar nga të afërmit, një lajm i mirë nga dikush që doni do t'ju gëzojë. Në punë, një përparim i vogël ju motivon për të vazhduar më tej. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdesuni për hidratimin. Në aspektin financiar, mos u tërhiqni nga shpenzimet të tepërta për gjëra të panevojshme. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot do të ndjeni nevojën për të forcuar lidhjet emocionale, duke kaluar më shumë kohë me partnerin ose miqt. Në punë do të keni mundësi të mësoni diçka të re që do të jetë e dobishme në të ardhmen. Shëndeti do të përmirësohet nëse filloni një aktivitet të ri fizik. Financat janë të stabilizuara, por shmangni huazimin e parave. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar.
Në dashuri, një bisedë e hapur do të sqarojë situata të paqarta dhe do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë do të ndiheni të vlerësuar nga kolegët dhe mund të merrni një ofertë të re që ja vlen të konsiderohet. Shëndeti është i mirë, por bëni kujdes me konsumimin e sheqerit. Financat kërkojnë rishikim të buxhetit për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Dita sjell harmoni në marrëdhënie, por shmangni diskutimet e kota që mund të prishin atmosferën. Në punë do të keni mundësi të tregoni kreativitetin tuaj dhe të fitoni respektin e të tjerëve. Kujdesuni për shëndetin tuaj të përgjithshëm, sidomos për qetësinë shpirtërore. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të planifikoni kursime afatgjata. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot është një ditë e mirë për të shprehur ndjenjat tuaja dhe për të afruar më shumë partnerin, duke kaluar momente të këndshme së bashku. Në punë, pritshmëritë tuaja do të përmbushen pjesërisht, por është e rëndësishme të qëndroni të përqendruar. Shëndeti është i kënaqshëm, por mos harroni të bëni ushtrime fizike. Në aspektin financiar, mund të merrni një lajm pozitiv për një pagesë apo bonus. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.